ne sot duhet të jemi të ndershëm. Dhe ky takim nuk është i ndershëm, se duket sikur I thoni popullit, shfryuni ju tani, bëni sikur flisni, dhe në fund fare ne do vendosim çfarë të duam ne. Në fakt, këtu duhet kishte 2 apo 3 propozime nga ana e komisionit dhe qytetarët duhet të kishin kohën e mjaftueshme nëpërmjet medias, nëpërmjet partive politike, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet çdo gjëje dhe të shikonin çfarë mundësi kishim. Tani çfarë po bëjmë ne këtu? Ne po vim, po flasim, vetëm po flasim, në fund fare do folëm për postën, folëm për bujqësinë, folëm ekonominë, duket sikur këtu është Donald Trumpi dhe nesër ose Aladini do t'ju fërkojmë ju dhe ju do na zgjidh fjalët ne. Në fakt nuk funksionon kështu. Pra, unë jetoj në fshat aktualisht, punoj edhe si gazetar. Në fund të ditës, babai im pyet, pse u bëre gazetar kur ti nuk jep dot zgjidhje hallit tënd? Pra se hipotetikisht është e gabuar të vim tani këtu të bëjmë shenjtorët e pushtetit lokal apo qoftë edhe të opozitës, kur vetë Partia Socialiste me propozimin e saj shkatërroi gjykatat. Pra, ai buri nga Leskoviku duhet të niset në mëngjesin e të hënës, të arrijë të mërkurën në darkë, të arrijë në Tiranë, I vonohet avokati, I vonohet prokurori, duhet kthehet mbrapa, se s'ka gjykat këtu. Pra, vëmendja ndaj rretheve lokale, vëmendja ndaj qyteteve të vogla ka humbur. Dhe propozimi im do ishte ky, fillimisht na sillni ne çfarë do bëni ju, që t'ju themi kush është më e mira, dhe së dyti që ta përfundoj ndjes për kohën, është a ka vëmendje për ne? Se duket sikur ne ju po na shfrynin tani, ne e nxorëm këtë dufin ton, ikëm tani, do qeshin, do pim kafe dhe ju prapë s'do bëni asgjë. Pra, ne s'kemi gjykata, ne nuk kemi lek të rregullojmë tokat tona, ne nuk kemi lek të kemi shëndetësinë tonë. Në fund fare, çfarë po na duhet kjo gjëja këtu? Kaq kisha. Faleminderit.